filozof që se pranon. Çfarë i themi? Dhe unë konsultohem. Jo kontradiktollogike. Me mjekun, Filozofia nuk pranon jo vetëm me mjekun e familjes, edhe me psikiatrin. Janë një sekund, konkretikisht, janë të përgatitur ka për ta bërë këtë gjë? Nuk janë. Pse s'janë përgatitur është paraqëkuese. Endokrinologu mund të jetë, po psikiatri nuk. Atëre po ta them unë shprehmisht. Ti shkon një sekond. O Elona, Elona fal, ti je më e mira. O Suela, shkon fëmia ka çik temperaturë, në lagje edhe ja këput, bam, antibiotikët. Qa thua ti, mirë, se ti japësh Kalashnikovin majmunit, se diskutuam të tema tjetër. Elona. Mendur në fakt edhe në protokoll që specialistët në lidhje me këtë Ku janë? Këtë tuan, ku janë specialistët? janë të pakët, por nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë që nuk ka. Pra, po se diskutohet që ka. Pra, në rregull, kështu që endokrinologu është një. Po, është shumë i mirë për këtë. Për çfarë do bëjmë? Ai do ja, endokrinologu. Po ai do zbatojmë, do marri pisturin e do vazhdoj punën. Urdhri thot këtë. Garkohen thot se lexova me vëmendje. Garkohen thot të gjithë mjekët që të informohen dhe ta bëjnë këtë. Po ta bëjnë, a ka të drejtë ai të thotë është kundra ndërgjegjjes time dhe nuk e bëj. Jo. Ai do zbatoj protokollin ose do dal nga sistemi. Protokolli të fut në burg vlla. O zotri, protokolli të fut në burg. Ke shkel protokollin i doktor. Është një dhunë pra, është dhunë administrative kjo. Lagjës që i ka bërë antibiotikët çorap, i ka futur njëri në burg. Ideja është kë. Të doktoresha të lagjës antibiotikët çorap. E kemi rastin, më vjen shumë keq që po e përmend. E kemi rastin, më vjen shumë keq që po e përmend, se nuk është gjë e mirë, se i dhëmb atyre, por është rast. Vajti u vizituat dhe doktori, një njeri që e njohin edhe këta që po na xhirojnë këtu, edhe i këputi një antibiotik edhe e la të vdekur në vend. Tani më vjen keq se është jetë njeriu se ka lënë fëmijët prapë. Ja japim pa pyetur fare, pa e pyetur rçallike. 15 vjeçarit të drejtën. Është rast real se në njëjë njerëz tani ka ma treguar. Edhe tek deklarata që të lexova ti s'do të dëgjosh. O Belios, ta dëgjojmë çike Elonën se as ti do të dëgjosh Elonën. Në këtë urdhër, urdhri është i shoqëruar me një protokoll, i cili është 10 faqe protokoll. E lexova deri. Protokolli është problemi. Më lërë të lërë. Protokolli problemi, nuk është urdhri. Problemi, protokolli zgjidhja. Ato që lexova unë janë protokollin. Të detajuar, po të lutem. Aty ka të përcaktuara me doza, unë nuk jam mjeke që të them, por ama një mjek i cili merr këtë protokoll ka më pak shanse të gaboj se sa pa protokoll, sepse ka të shkruara me doza me studiuar zonja Debraj, çfarë duhet të studiuar? Dua të futem unë në një fushë që nuk jam eksperte. Po nuk ka problem me dozat, nuk është problemi dozave. Problemi është ajo se më that juve si do t'i japi, do ta ketë mjekimin, pra më that për. Jo, mos është problem, ai duhet marrë mjekim fare më. Siç nuk e kam hallin në sa dozë duhet. Po pra, po është shkatruese, është shkatruese. Për personin është shkatruese apo jo? Unë nuk bie dakord me ju. Po pse nuk je dakord? Ai ka është shndërruese, është shkatruese, është shndërruese. Është shkatruese. Është shndërruese. Po ç'është shndërruese, shkatruese valla. Ore, biologjin do ta lësh të veproj vet apo? Është shndërruese. Ore, njerëzit vënë në spital se kanë një problem biologjik. Ndodhi një kancer, është një problem i panatyrshëm biologjisë, do ta heqim. Kurse këta janë për mrekulli, do ta prishim. Ky është problemi më. Se kuptojmë. Janë për mrekulli nga ana fizike, Ai që ka probleme, unë kam fikse do anë dhe këta që s'kan o vlla. Shkakton efekte anësore. Jo, një sekond, o Beliosa, po më garantove këtë gjë. Unë nuk e kam se janë 10 vetë. Jo, këtë ti, në aty e dua se ti